njerë, që ti thashe dhe dje nuk e di pse do me bë prap të bisedën sot. Do prajmin e të shtunët, qa do? Qa do? Se në mund t'i thash gjitha dhja. Që ka full? Të thash, sepse është e frikshme kjo gjëja që bën. është me ullet kjo që bën. Unë të thash, unë me karike nuk rash në dashuri. Tani, ti mua më ke dhënë plot. Ti mua më ke dhënë shumë. Unë ta japin ftyrë zamër. Ti mua më ke dhënë shumë. Dhe ti mua, edhe kthejna, edhe ta bëj tipo të prajmë. Rozana, mos u bëj si Rozana Radi, se ka dalë 3 veta jashtë nga këtu. Unë nuk po të bëj asgjë. Je duke më provokuar ti mua. Po vjen prapë të më provokosh. Po vjen të më provokosh. Se nuk më lë dot rehat ti mua po t'jem këtu. Ajo më në njëri, Ti nuk luan dot nëse nuk më lë mua rehat. Ti nuk më lë dot mua rehat po t'jem këtu. Se ti po t'jem unë këtu, nuk mundesh të më lësh mua qetë. Këtë ke bërë gjithmonë, që po bën tani. Sa herë që unë kam parë punët e mia dhe kam thënë stop, nuk e toleroj më këtë gjën. Që këtej më puth, më përqafon, shtrihesh me mua, fle me mua, më prek, i bën të gjitha. Dhe pastaj thua nuk të dua, nuk bëj asgjë për ty, mu hiq po mbezdis. E çka ke bëj? Dhe unë, më fal një sekond, jam të rreshur, kam thënë stop, se toleroj më këtë gjë dhe më ka ardhur nga mbrapa nëpër shtëpi. Me çfarë mirë më ke bërë ti mua? Çfarë mirë? Duke të shti më thellë. Edhe pastaj unë ajo që hyja fellet.